Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Ku lutim të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të dashur vëllezër, nderuara motra, sonte do të jemi me një tjetër figurë të shquar për figurave të Islamit. Do të jetë sahabiu i nderuar Ebu Seleme. Ebu Seleme, i cili njihet që është e vërteta me llaqabin e tij, ndërsa emri i këtij është Abdullah. Abdullah ibn Abdil Asad al-Khuzai. Emri i tij në xahiliet para Islamit ishte Abdu Manaf. Ndërsa profeti alayhis salam, ndërsa profeti alayhis salam ja ndroi atë duke ja bërë Abdullah. Abdullahu ka qenë në lidhje farefisnore, ka qenë gjak i pejgamberit alayhis salam sepse ka qenë djali i hallës të tij. Një ndër hallat e profetit alayhis salam, e cila nuk e ka arritur që është e vërteta profecinë e tij, e cila ka qenë edhe poete, quhej Barra binti Abdul Muttalib. Pra njihet ajo në historinë e para Islamit si një ndër gratë e cila i thuri poezinë vdekjen e babës, domethënë, ashtu siç i thon një fjalë wa kullu fatatin bi abiha mu'jaba, dhe çdo vajzë është e apasionuar ose është e dhënë pas tjatit saj, pra e dëshiron tjatin e saj. Abdullahu, nderuarit e mi, ka qenë ndër të parët i cili ka pranuar Islamin. Konkretisht njihet ndryshe, domethënë, si personi i 11, do thotë që ka qenë shumë i hershëm. Në pranimin e Islamit nga ana e tij thuhet që shkak, domethënë, është thirrja e profetit alayhis salam ku Zoti i drejtohet dhe i thotë wa andir ashiratakal aqrabin, e ti paralajmëroi të afërmit e tu fillimisht, pra nisi me të afërmit e tu davetin. Dhe kur profeti thotë alayhis salam, domethënë, i ka ftuar të afërmit e tij, aty ka qenë dhe Abdullahu, i cili nuk ka hezituar për pranimin e Islamit. Ndaj në një ditë ka pranuar Islamin ai sahabiu i nderuar Al-Arqam ibn Abil Arqam, sahabiu i nderuar për cilin kemi folur edhe më herët, Uthman ibn Mad'un, dhe i katërti Ubaidullah ibn al-Harith. Pra janë katër persona të cilët e kanë pranuar Islamin një ditë. Këto. Ebu Seleme, pra thash, njihet me llaqabin e tij, u martua me zonjën e nderuar Seleme, e cila në të ardhmen do të jetë një ndër nënat e besimtarëve ose bashkëshortja e pejgamberit alayhis salam. Dhe njihet pranimi i Islamit nga ana e tyre, e kanë përmendur si nocion, thonë para se profeti alayhis salam ta ushtrojë aktivitetin e tij të davetit në shtëpinë e Erqamit. Do të flasim inshallah edhe për Erqamin. Dhe aktivitetin profeti alayhis salam e ka nisur në vitin e dytë të profecisë aty. Pra që do të që është nga të parët fare Ebu Seleme bashkë me të shoqin e tij. Mirë, po jeta në Mekë për një besimtar ishte shumë e vështirë. Aq më tepër, domethënë, për një besimtar i cili ishte nga fisi Beni Khuza'a. Ishte akoma dhe më e vështirë. Dhe ky armik, ndër armiqt më të mëdhenj, kishte të vllain. Pra ishte vllai vet, kanë thënë disa nga komentatorët e Kuranit, që Zoti thotë ka përmendur në Kur'an, domethënë ka folur pikërisht për lidhjen e këtyre dy vëllezërve, ku njëri prej tyre domethënë ka zgjedhur besimin në Allahun subhanahu wa taala, ndërsa tjetri zgjodhi pa besim, zgjodhi mohimin. Dhe ndër armiqt më të mëdhenj kishte vllain e tij. Kjo bëri që Abdullahu ose Ebu Seleme do të jetë i pari i cili ka emigruar me familjen e tij drejt tokës së Habeshes apo Abisinisë. Por për të rikthyer pak tek ajo që përmenda më parë, thash që ai ishte djali i hallës së profetit alayhis salam. Detaji i parë, lidhja farefisnore, lidhja e gjakut, nuk është se ty të shton në një gjë, por ta shton në një dashuri, pra kur bashkon objektivit, synimi është i njëjti, e ke parasysh kur domethënë ti djem xhajesh mund të kesh shumë, po me një që ty të shkon muhabeti dhe
të puqet domethënë dhe misionit o djali xhais tim ky. Dhe të tjerët tujt kanë qenë, nuk është se s'kanë qenë tujt. Ndaj dhe çfarë ndodh? Ndodh domethënë që ky është djali i hallës së profetit alayhis salam, por e dyta, ky është vlla i pejgamberit alayhis salam prej gjithënjes, prej qumshtit. Vlla i pejgamberit alayhis salam prej gjithënjes. Dhe profeti alayhis salam e ka përmendur edhe më parë që kur flet për çështjen e gjithënjes ka thënë yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab. Shejtëria e gjithënjes ka të njëjtën shejtëri me atë të gjakut. Do thënë të gjitha reputacionet funksionojnë në të njëjtën mënyrë. Dhe profeti alayhis salam ka patur vëllezër dhe motra si më poshtë. Pra dim që profeti alayhis salam si fëmijë nga nëna dhe nga baba, pra nuk ka vetëm as vëlla as motër. Pra është djali vetëm. Atë ka lindur nëna e tij Amine dhe babai i tij Abdullahu. Ndërsa në gjithënje ka të parin ka Hamzain, xhaxhain e tij, i cili është më i madh nga profeti alayhis salam në moshë. Të dytin ka pikërisht personazhin ton Abdullahun ibn Abdil Asad al-Makhzumi, më falni, se tash përmendesh parë Khuzai, al-Makhzumi nga fisi Bani Makhzum, dhe këta të tre dhe Mesruhun normalisht u bën tre, domethënë këta tre vëllezërit e parë, i ka vëllezër për nënë që quhet Thuwaibe. Thuwaibe ka qenë shërbëtore e Ebu Lehebit. Ka qenë shërbëtore e Ebu Lehebit dhe kishte një djalë që quhej Mesruhu dhe u ka dhënë në pi, domethënë edhe pejgamberit alayhis salam, edhe Hamzait radhiyallahu anhu, edhe Abdullahut ose Ebu Selemas. Pra këto u bën tre vëllezërit e parë. Profeti alayhis salam ka më pas Ebu Sufjan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, djalin e xhais vet. U bën katër vëllezër për qumshi. Nëna e këtyre dyve ose pala e dytë do të jetë ashtuajtura që është përkujdesur jashtëzakonisht për të, Halime Saadie radhiyallahu anha. Më pas kemi Ubejdullah ibn al-Harith ibn Abdul Uzza, djali i saj. U bën 5 vëllezër për qumshi dhe ka dhe 2 motra që është Enise bint al-Harith dhe Sheima bint al-Harith. Në total profeti alayhis salam në gjithënje pra ka 7 vëllezër dhe motra, pra ose 5 vëllezër dhe 2 motra. Pra i shtohet si vlerë Ebu Selemes, që është vëlla me profetin alayhis salam, vëlla prej qumshti. Vjen momenti që ai emigron bashkë me bashkëshorten e tij drejt Abisinisë. E normalisht nuk shkonin në një tokë që i kishin të garantuar gjithçka, por shkonin në një tokë sfidash, ku sfidat e shumta i prisnin. E megjithatë, për të mbrojtur besimin, për të ruajtur besimin, për të praktikuar besimin të lirë, e merrnin përsipër këtë aventurë apo këtë të panjohur për ta. Këtu ka dalur në pa të nderuarit e mi dhe lidhja e fortë që këta kanë pasur me njëri tjetrin. Pra Ebu Seleme me bashkëshorten e tij Ummu Seleme. Në emigrim, ato familja e tyre domethënë do të shtohet me 4 fëmijë. 4 fëmijë kanë pas në jetën e vet. Thot subhanallahu, domethënë e përshkruajnë historian dhe thonë kur shkuan 2. Pra ishin vetëm 2 sahabi. Kur u kthyen, u bën 6 sahabi. Sepse fëmijët e tyre automatikisht domethënë u bën prej sahabëve, pasi profeti alayhis salam i pa ata, ose pasi ata të cilët kishin rënë në mend të tyre pan profetin alayhis salam. Sahabi quhet ai person i cili e sheh, e takon, qoftë për disa çaste të dërguarin e Zotit si besimtar. E sheh ai profetin ose profeti atë, se mund të qellojë që ai nuk e sheh profetin, kanë thënë mban të njëjtin status. Kur ndodhi ajo që në Mekë pra ish hapur lajmi ose mbriti lajmi se në Mekë ishin bërë musliman, niset Ebu Seleme drejt Mekës si shumë prej atyre të cilët kishin emigruar drejt Abisinisë, por vreti të kundërtën. Tashti ishte halli si më u kthy. Ishte halli domethënë si më ia mbath se kisha ardhur në Mekë. Dhe farefisi vet me nkryet vllajin domethënë e prisnin. Shiqyqe erdhe. Shiqyqe e prunë kaptinën.
kështu që është detyruar thotë dhe ka hyrë në Mekë në mbrojtjen e dajes tij Ebu Talibit, xhajës së pejgamberit alayhis salam. I shkon farefisi nga ana e babës dhe i thon: "O Ebu Talib, a nuk mjafton që e ke marrë në mbrojtje njërin pra për profetin alayhis salam, djalin e vllajt tënd? A don me i bë dy? Pra këtë ne nuk ta lejojmë ty." I thotë Ebu Talibi, thotë vallaj, siç e kam atë çun vllaj, kam këtë çun mot. Këtë dy kam për të mbrojtur, asnjë s'ka për ta prek. Dhe jetojnë Mekë, normalisht në trysninë e madhe me patjetër, jetojnë Mekë derisa erdhi leja që ata të emigronin tashmë drejt Medinës. Sepse në të njëjtën kohë pra kishte dëgjuar edhe për pranimin e Islamit të Medinasve, kjo e nxiti akoma më tepër që ai të shkonte në Mekë. Dhe ky do të jetë i pari i cili ka emigruar drejt Medinës. Pra thuhet se është i pari fare, madje para sahabiut të nderuar Mus'ab ibn Umair, të cilin e kemi trajtuar jetën e tij radhiyallahu anhu. Ai ka mbritur thon para Mus'ab ibn Umair në Medinë, por ka patur një emigrim jashtëzakonisht të vështirë. Tek largohej bashkë me të shoqen e tij, të dy fiset, domethënë si fisi i shoqës ose shtëpia e shoqës, si fisi i tij, i zun rrugë, domethënë, dhe nuk lejuan, ose fisi i shoqës nuk lejuan asesi që ajo të migronte bashkë me të për në Medinë. Kështu që emigrimi i tij ka qenë shumë i vështirë, pasi ka lënë në Medinë, domethënë, do të madje djali i tyre i vogël Umerni ndodhi u bë dhe si sakrificë në këtë udhtim, pasi u mblodhën dy shtëpia, njëri tërhiq me i krah çunin, tjetri tërhiq me i krah, thotë i shklyn krahët, do të ja qitën vendin, shpatullat, duke tërheq si bisha. Thotë dhe u detyru, e la shoqen me fëmijë të Mekë dhe emigroi drejt Medinës, një vit me radhë, e la shoqen. Mas i viti, ja mundsoi Allahu subhanahu wa taala që e shoqja Seleme emigron drejt Medinës, nuk po flasim më gjatë sepse do të trajtojmë çështjen tek jeta e saj me shpresën e Allahut, por ka një fragment shumë të rëndësishëm në jetën e tyre, që më ka bërë përshtypje gjithmonë. Ka një fragment ku Ebu Seleme në diskutim me të shoqen, pra që tregon domethënë se sa të hapur ishin me njëri tjetrin, në diskutim me të shoqen i thotë shoqja thotë, kam dëgjuar se kur burri vdes dhe gruaja nuk martohet, ata bashkohen të dy në xhennet. Kështu që të japim besën thotë njëri tjetrit që kushdo prej nesh, domethënë që të vdesi para tjetrit, tjetri nuk do të martohet. Thotoi Seleme, am ke hatër, domethënë am don thot patjetër. Pash Zotin thot po vdiqja unë martohu. Do mos rrit domethënë pa u martohu, shif jetën. Pra Allahu na ka pushë në dynjë, po pse ti vejmë këto kushte të cilat nuk i ka vu Allahu? Pra ti mund ta respektosh ndërumi im në jetën tënde, një preferencë do thoja unë. Por mos i bëj zotime. E kom qefun shumë, po mos e bëj zotime se s'ta ka kërkuar Allahu. Thotë dhe në prag të vdekjes, kur ai po vdiste dhe po ndronte jetë, është lutur, ndër të tjerë ka thonë o Zot furnizoje Selemen me më të mirë nga unë. Tani kur ka shku profeti alayhis salam dhe ai ka qenë i vdekur, domethënë do përmend edhe vdekjen e tij patjetër, po jap fragmentin e parë. Thotë i ka mbyllur syt sepse i kishin mbetur syt hap dhe profeti alayhis salam thotë që shpirti mbetet peng i shikimit. Ndaj mbyllën i syt që shpirti të vazhdoi rrugën e tij. Thotë kur ja kanë mbyll syt, domethënë është lut dhe ka dëgjuar Seleme duke qenë dhe i ka thënë që lutu për të. Pra vepro ashtu siç unë i kam mësuar shokët me lutjen profetike, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khayran minha. O Zot, më shpërblen ndurimin e kësaj fatkeqësie dhe më zëvendëso me më të mirë. Pjesën e parë thotë ajo, pjesën e dytë thotë, e kush është më i mirë se Ebu Seleme? Kush mund të jetë më i mirë se Ebu Seleme? Mund ka bërë përshtypje pikërisht kjo pjesa, sepse ajo u lut pastaj me të, por më ka bërë përshtypje kjo pjesë.
Çfarë lidhje të fortë kishin pas këta dy? Që gruaja dhe këtë ajo e ka thënë edhe një jetë, nuk është momenti i fatkeqësisë, se për shembull një fatkeqësi hajtë se e thot, mund ta thoj bashkëshortja. Por sot shkon mosh pensionit, o tu afru mosh pensionit. Thot gruaja, po shih njerëz të drejtë mos majnë atje në punë. Mos majnë, nuk ka gali, mos din pension. Se thot kush e dura këtë gjë ditën në shtëpi. Çfarë kishte bëu ky njeri me të, domethënë që kjo thonte, e kush mund të jetë më i mirë se ai? E ku ka më të mirë se ai? Pra ky të tregon shembullin e profetit alayhis salam, i cili thot: "Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri me familjen e tij, në sjellje me familjen e tij, dhe unë jam më i miri ndër ju në sjellje me familjen time. Pra na vërtetoi edhe një herë tjetër respektin ose se ku vërtetohet, ku është dëshmia, ku dalin dëshmitë dhe argumentet për dikë që është njëri i mirë apo jo. Pra ky e vërtetoi këtë gjë. Në jetën e tij nderuarit e mi, e nderoi Allahu subhanahu wa taala që të ishte një prej pjesëmarrësve në luftën e Bedrit. Dhe thamë që ata të cilët kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit për i besimtarëve janë përgëzuar me xhennet. Në luftën e Uhudit sërish mori pjesë. Mori pjesë dhe u plagos rënd, thot madje. Plaga e tij u mbyll. Mirë po në pas kështë qenë infektuar plaga dhe nuk e ka ndi. Ashtu si që ishte me plagë të infektuar ose me plagë të rënda, në luftën e Uhudit, ai profeti alayhis salam të nesërmen, pra pas betejës, Xhibrili alayhis salam shkon dhe i thotë: "O Muhammed, ai lat pajimet e luftës, domethënë i hodhët armët, ndërkohë që me lajket nuk i kanë lënë akoma armët. Ndaj i thirrri thotë të gjithë ata të cilët kanë prezantuar dje në luftë dhe mos prano askënd tjetër përveç tyre, vetëm ata që kanë luftuar, të shkojnë në kërkim të Kurejshitëve." Nga ana tjetër Abu Sufjani rrugës, domethënë pasi e fitoi këtë betejë, u konsultua me shokët e tij dhe tha: "Ore, ne jemi që jemi, ai thyn muslimanët po pse nuk i vërshojmë edhe një herë tani, domethënë ta shujmë një herë për gjithmonë." Thotë dhe u kthye, dhe këtë na e përshkruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e tij famlar, ku thotë: "Alladhina istajabu lillahi wa lirrasul min ba'di ma asabahum al-qarh." Lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun adhim. Dhe ata të cilët ju përgjigjen Allahut dhe dërguarit të tij, pas asaj që i pati rënë, domethënë pas asaj sprove të mëdha, domethënë me plagë, me humbje, me të gjitha, domethënë. Dhe pas kësaj lilladhina ahsanu, ata të cilët qëndruan të fortë dhe përmirësuan qëndrimin e tyre, lahu wattaqu, dhe treguan devotshmëri, ajrun adhim. Alladhina qala lahumun nas, atyre të cilëve ju than njerëzit: inna an-nasa qad jama'u lakum, janë të buar dhe një herë tjetër kundra jush. Fakhshawhum, kini frikë. Domethënë, imagjino me një person që ti sapo ke patur një disfat në ditën e djeshme, dhe vjen sot, pra dja i të ka mund, vjen sot ti do në më ngret krye kundra ti, dhe ata thonë: "Ore, janë të bu njerëzit tani. Janë të bu, kanë për t'ju shu, kanë për t'ju faru." Fezadahum imana, por ata nuk u friksuan. Atyre vetëm se u shtu besimi akoma më shumë. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dhe thanë: "Na mjafton neve Allahu dhe sa mbështetës i mirë është ai." Një ndër këta ka qenë pikërisht dhe Ebu Seleme. Thashë Ebu Seleme pati marrë plagë të rënda në Uhud, dhe megjithatë ju përgjigj profetit alayhis salam pa hezitim. Pra si për treguar edhe një herë tjetër dashurinë që kishte për dërguarin e Zotit, kërkesat e tij i konsideronte urdhra. Se domethënë kjo ftesë nuk ishte për ata të cilët kishin plagë të rënda, as pak. Që për ata të cilët kishin mundësi, pra mund të kishin plagë të lehta, po jo si puna e këtij. E megjithatë ju përgjigj. Kalojnë disa muaj dhe plaga ishte mbyllur sipërfaqësore, por nuk ishte mbyllur brenda. Profeti alayhis salam e ngarkon me një ekspeditë ushtarake
në të cilën ai e drejton, por kur kthehet i hapet ajo plagë dhe në pak ditë vdes. Domethënë i del edhe një herë tjetër sipërfaqe ai infeksioni dhe në pak ditë ai vdes. Dhe ata të cilët përshkruajnë domethënë jetën e profetit dhe ngjarjet e jetës së tij e konsiderojnë si një ndër dëshmorët e Uhudit, sepse ka qenë plaga e Uhudit ajo e cila u bë shkaktare me i marr shpirtin. Ndaj Ebu Seleme radhiyallahu anhu vdes si një trim, vdes si një besimtar i mirë, si një dëshmor i cili u përgjigj thirrjes së Allahut, u përgjigj thirrjes së dërguarit të tij, duke na dhënë shembullin ideal se si duhet të jetë besimtari në jetën e tij të përditshme, si duhet të jetë besimtari në familjen e tij, si duhet të jetë besimtari në shoqërinë e tij, ku në çdo çast i mbështetet Allahu subhanahu wa taala pa anashkaluar edhe pjesën e shkaqeve njerëzore. E lutim Zotin xhel xhelalu t'i bëj shembull ata për jetën tonë, na bëj për atyre të cilët i pasojnë gjurma gjurmës deri ditën kur takohen me dërguarin e tyre dhe me ta tek kënaqësia e madhnueshmit Allah. O Zoti i gjithësisë, lutem për çdo sëmurë Allah shëroje, për çdo stresuar të munduar nga hallet e borxhet e kësaj jete, Zot ndihmoje, për çdo të pastrej o Allah strehoje. Lutem ty e madhnueshmi Allah për gjithë pranishmit, mos u lë lutje pa pranuar, hall pa zgjedhur e mund pa e larguar. Lutem ty e madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë natë begat, në këtë vend begat, për të madhruar madhërinë tënde nëpërmjet përkujtimit të këtyre njerëzve, na mundso Zot të dalim prej këtu me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet para refuzuara dhe të tubohemi që të gjithë bashkë me familjet tona në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.